Kapitulli 13. Për ata që besojnë në Zotin Jezus. Në Bibël zbulojmë se të jesh i krishterë nuk do të thotë i përkasësh ndonjë organizate fetare ose të ndjekësh ndonjë udhëheqës apo mësues elokuent. Në fakt, ne jemi paralajmëruar fort nga Jezusi për t'i shmangur të tilla gjëra. Kur lexojmë letra drejtuar të krishterëve, të cilët janë shkruar nga apostujt, vëmë re se ata na nxisin të jetojmë një jetë të shenjtë, në bindje ndaj fjalës së Perëndisë, të heqim dorë nga epshet dhe tundimet e kësaj bote, të durojmë vështirësi e madje edhe përndjekje, të jetojmë me shpresën e gëzueshme të jetës së përjetshme në mbretërinë e Perëndisë, që po vjen së shpejti, si edhe mbi të gjitha, të duam e të ndihmojmë vëllezërit dhe motrat tona, të cilët ashtu si ne besojnë te Jezusi. Disa letra nga dishepujt e Jezusit. Prandaj vëllezër, përmes dëmshurisë së Perëndisë ju bëj thirrje që t'i ofroni trupat tuaj si një flijim të gjallë, të shenjtëruar dhe të pëlqyeshëm për Perëndinë. Ky është adhurimi juaj frymëror. Dhe mos u pajtoni me mendësinë e kësaj epoke, por shndërrohuni nëpërmjet ripërtëritjes së mendjes, që të provoni se cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përkryeri vullneti Perëndisë. Dashuria duhet të jetë pa hipokrizi. Urreni të keqen, qëndroni tek e mira. Sa për dashurinë vëllazërore, përkushtohuni me përzemërsi ndaj shoqishokit. Sa i përket nderimit, vlerësojeni tjetrin më shumë se veten. Për nga zelli, të mos sportoni. Për nga fryma, të jeni të zjarrt. Shërbejeni Zotit. Gëzoni në shpresë. Duroni në vështirësi. Ngulmoni në lutje. Ndihmojini shenjtorët në nevojat që kanë. Tregoni mikpritës. Bekojeni ata që ju përndjekin. Bekoni e mos mallkoni. Gëzoni me ata që gëzojnë. Vajtoni me ata që vajtojnë. Qëndroni në një mendje me njëri tjetrin. Mos u bëni mendje mëdhenj, përkundrazi, shoqërohuni me të përulurit. Mos e mbani veten për të mençur. Kur kujt mos ja shpaguani të keqen me të keqe. Përpiquni të bëni atë që është e drejtë në sytë të gjithëve. Në qoftë e mundur, për aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë. Miq, mos merrni hak për veten, por përkundrazi, lini vend për zemrimin e Perëndisë, se është shkruar: Hakmarrja më takon mua, unë do ta marr shpagimin, thot Zoti. Por, rast se armiku yt është i uritur, jepi për të ngrënë. Nëse ka etje, jepi për të pirë, sepse duke vepruar kështu, do të grumbullosh të ngjijë të zjarrt mbi kokën e tij. Mos u mposh nga e liga, por mposhte të ligën me të mirën. Ai na ka shliruar nga sundimi i errësirës dhe na pruri në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin kemi shpengimin, faljen e mëkateve. Ai është shëmbëllimi i Perëndisë së padukshëm, i paralinduri mbi të gjithë krijimin, sepse me anë të tij është krijuar gjithçka, në qeje mbi dhe, e dukshme dhe padukshme, qofshin frone, azotërime, sundimtar, autoritete, të tëra janë krijuar nëpërmjet tij dhe për të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha mbahen së bashku prej tij. Ai është edhe kreu i trupit, pra i kishës. Ai është fillimi i paralinduri prej të vdekurve, që ai të jetë i pari në çdo gjë. Bani ndër ju të njëjtin qëndrim që ishte në Krishtin Jezus, i cili, duke ekzistuar në formë të Perëndisë, nuk e konsideroi të qenit baras me Perëndinë, si diçka që ta përdorte për avantazhin e tij. Në vend të kësaj, ai e boshatisi veten, duke marrë formë shërbëtori dhe duke u bërë i ngjashëm me njerëzit. Dhe kur erdhi si njeri në pamjen e tij të jashtme, ai e përuli veten, duke u bërë i bindur deri në vdekje, për më tepër vdekje në kryq.
Për këtë arsye Perëndia e lartësoi dhe i dha atij emrin mbi çdo emër, që në emrin e Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, mbi tokë dhe nën tokë, dhe që çdo gjuhë të rrëfej se Jezu Krishti është Zot, për lavdinë e Atit Perëndi. Kështu, nëse jeni ringjallur me Mesin, kërkoni ato që janë në qiell, ku është Mesia, ulur në të djathtën e Perëndisë. Bajeni mendjen te gjërat që janë atje lart, jo te ato që janë mbi tokë, sepse ju vdiqët dhe jeta juaj është e fshehur me Mesin te Perëndia. Kur të shfaqet Mesia, i cili është jeta juaj, atëherë do të shfaqeni në lavdi, edhe ju, bashkë me të. Çojeni në vdekje pra ato që janë toksore brenda jush, imoralitetin seksual, papastërtinë, epshin, dëshirimin e ligë dhe lakmin, që është idhujtari. Për shkak të këtyre vjen mbi të papindurit zemërimi i Perëndisë dhe në këto gjëra edhe ju keni ecur dikur, kur jetonit në to. Por tani duhet i flakni tutje të gjitha këto: mërinë, inatin, keqtashjen, sharjen dhe fjalët e pista që ju dalin nga goja. Mos e gënjeni shoku shokun, sepse ju e keni zhveshur njeriun e vjetër së bashku me veprimet e tij, dhe keni veshur të riun, i cili po ripërtërihet në njohuri sipas shëmbëllimit të atij që e krijoi. Këtu nuk ka Helen dhe Jude, rrethprerje dhe pa rrethprerje, barbar, skithas, skllëvër e të lirë, por Krishti është çdo gjë dhe në të gjithë. Kështu që vishuri me dëmshuri, mirësi, përulësi, butësi dhe durim, si të zgjedhur të Perëndisë, të shenjtë dhe të dashur, duke e pranuar njëri tjetrin dhe duke falur në rast se ndokush ka ndonjë ankesë kundër tjetrit. Siç ju ka falur Zoti, ashtu edhe ju duhet falni. Mbi të gjitha, vishuni me dashurinë, lidhjen e përkryer të unitetit, dhe mbi zotroft në zemrat tuaja paqja e Mesisë. Paqja në të cilën edhe u thirrët në një trup të vetëm, të jeni falënderues. Fjala e Mesisë banoft me bollëk mes jush. Mësoni e këshilloni me mençuri njëri tjetrin dhe këndoni psalme, himne dhe këngë frymërore, mbushur me mirënjohje ndaj Perëndisë në zemrat tuaja. Dhe çfarëdo që të bëni, me fjala, me vepra, t'i bëni të gjitha në emër të Zotit Jezus, duke e falënderuar Perëndinë atë nëpërmjet tij. Ju gra, tregoni të nënshtruar ndaj burrave tuaj, ashtu siç është gjëja e duhur në sytë e Zotit. Ju burra, duajeni gratë tuaja dhe mos u bëni të hidhur ndaj tyre. Ju fëmijë, binduni prindërve për çdo gjë, sepse kjo i pëlqen Zotit. Kini kujdes se mos ndokush ju zë rob me filozofi e mashtrime boshe, bazuar te traditat njerëzore, te forcat elementare të botës dhe jo te Krishti, sepse në të banon trupërisht e tërë plotësia e natyrës së Perëndisë, dhe juve ju është dhënë kjo plotësi në të. Ai është kreu mbi çdo sundimtar dhe autoritet. Për këtë arsye nuk dorëzohemi. Edhe pse njeriu i jashtëm vërtet po rrënohet, i brendshmi po ripërtërihet dita ditës, sepse vuajtja jone e lehtë dhe përkohshme po sjell për ne një peshë lavdie të përjetshme, shumë përtej çdo krahasimi. Ne nuk e hedhim vështrimin në gjërat që shihen, por në ato çka nuk duken, sepse ato që shihen janë të përkohshme, por të padukshmet janë të përjetshme. E dim që nëse rrënohet kjo çadër, shtëpia jonë toksore, ne kemi një ndërtesë nga Perëndia, një banesë të përjetshme në qej, e cila nuk është bërë nga duar njeriu. Dhe në fakt, ne rënkojmë në këtë gjendje duke dëshiruar të vishemi me ndërtesën tonë qellore, pasi kur të jemi të veshur me të, nuk do të jemi lakuriq. Në të vërtetë, ne që gjendemi në këtë çadër, rënkojmë të rënduar siç jemi, nga që nuk duam të jemi të zhveshur, por të veshur, që ajo çka është e vdekshme të përpihet nga jeta. Dhe ai që na përgatiti për këtë gjë është Perëndia, i cili na dha frymën si parapagim.
Prandaj, megjithse jemi kurdoherë të sigurt dhe e dim që teksa banojmë në trup, jemi larg Zotit sepse ecim me çka besojmë, jo me çka shikojmë, prap se prap, jemi besim plot, e na parapëlqen të banojmë me Zotin. Prandaj, pavarësisht nëse jemi në shtëpi apo larg saj, ne kemi si synim që t'i pëlqejmë atij. Se të gjithë duhet të dalim përpara fronit të gjykimit të Krishtit, që secili të marrë shpagimin për atë që ka bërë me anë të trupit, qoftë për mirë apo për keq. Kështu pra, duke e njohur frikën ndaj Zotit, i bindim njerëzit. Perëndia na njeh fare mirë dhe e shpresoj që edhe ju, në ndërgjegjen tuaj, të na njihni po aq mirë. Në fakt, dashuria e Krishtit na nxit, pasi kemi arritur në këtë përfundim. Në qoftë se njëri vdiq për të gjithë, atëre të gjithë vdiqën. Dhe ai vdiq për të gjithë në mënyrë që ata që jetojnë të mos jetojnë më për veten e tyre, por për atë që vdiq për ta dhe u ringjall. Tani e tutje pra, ne nuk njohim askënd nga një pikpamje thjesht njerëzore. Edhe nëse kemi njohur Krishtin nga një pikpamje thjesht njerëzore, prap se prap, tani nuk e njohim më atë kështu. Prandaj, në qoftë se dikush i përket Krishtit, ai është krijesë e re. Gjërat e vjetra u larguan dhe vështroni, u bën të reja, dhe të gjitha vijnë nga Perëndia, i cili na pajtoi me veten nëpërmjet Krishtit dhe na caktoi shërbesën e pajtimit. Domethënë, në Krishtin Perëndia po pajtonte botën me veten, duke mos i llogaritur kundër tyre gabimet që kishin bërë, dhe ai na ka besuar neve mesazhin e pajtimit. Për këtë arsye, ne jemi ambasadorë të Krishtit, të sigurt se Perëndia po ju bën thirrje nëpërmjet nesh. Ne ju lutemi në emër të Krishtit, pajtohuni me Perëndin. Atë që nuk e njihte mëkatin, Perëndia e bëri që të jetë mëkat për ne, me qëllim që në Krishtin ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë.